Kush i ka pasur notat më të mira, ti apo Eno? Apo nuk do ta tregosh? Duket se ka pas Ema. Jo, nuk e di. Ky emision mundësohet nga Brunes, Eurolab, Uji Selita. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. 3, 2, 1, ecëm. Kjo do t'jetë një puntat, do t'jetë një episod tërësisht i veçantë për arsyen sepse ne zgjodhëm që të sillim tek ju pikërisht këtë episod të Late Night në blog, por edhe për personazhin që është përballë meje. Gjithmonë kam tentuar që të sjellim informacione dhe të sjellim tema të cilat i japin njerëzve më shumë përgjigje për pyetjet që ata kanë. Dhe nëse flasim për përgjigje pyetjesh, njëra nga ato lidhet më së shumti me mënyrën si dukemi, sidomos pjesa jonë e gojës. Është kthyer tash në vitet e fundit, 10 vjeçarin e fundit sidomos, por le të themi këto 20 vitet e fundit në përgjithësi në një luftë të madhe të gjithëve për të dukur sa më bukur estetikisht, por mbi të gjitha edhe për ta pasur sa më të shëndetshëm gjithë po themi shëndetin tonë oral. Do të jemi me një mjeke stomatologe. Ajo quhet Lori Ndrio dhe është me ne në studio në Late Night në blog. Lori, faleminderit që pranove ftesën për të qenë sonte me na. Faleminderit Ndrine. Isha i saktë kur thash që është kthyer në një vëmendja mbase ka arritur kulmin më të madh në këto vitet e fundit të kujdesit të shtuar për shëndetin oral. Mund ta themi këtë? Po, mund ta themi me plot gojën, se shoqëria sot po krijon një kujdes shumë më të madh se më përpara, për shëndetin oral, për shëndetin në tërësi. Jemi shumë të vëmendshëm ndaj këtyre gjërave. A nis kjo që në fëmijëri siç duhet të nis, pra le të themi, a është shëndeti oral i kultivuar, një kulturë që e kultivuar që në fëmijëri, a është përmirësuar kjo gjë, a e konstaton këtë gjë, po themi? Po, mendoj që është përmirësuar shumë. Prindrit sot kanë një kujdes shumë më të madh, mendoj, se çka që më përpara. I sjellin fëmijët që në mosha të vegjël dhe ka një kujdes edhe periodik të vazhdueshëm, vinë për kontrolle shumë shpesh. Janë më të vëmendshëm. Cila është mosha kur duhet vi një fëmijë, apo nuk ka një moshë fikse kur? Atëherë, unë mendoj, në fakt, sipas protokolleve që kemi, thuhet që në momentin që del dhëmbi parë, ai 6 muaj, mirë është të bëhet një kontroll. Mund të duket pak drastike, por në mos atë 6 mujorin e parë, të paktën në 6 mujorin e dytë të bëhet një kontroll. Jo se ne ndërhymë, po një para përgatitje për prindin e bëjmë. Po, mund të shfaqen te ky momenti i parë fare, mund të dallohen në problematikë e vogël apo në një gjë shqetësuese, apo ajo varet, çdo rast është shumë i ndryshëm. Rasti është i ndryshëm, po nganjëherë neve mund të dallojmë disa problematika, ndonjë smal të dobët për shembull, ndonjë smal që frakturohet shpejt. Dhe mund ta njoftojmë. Unë nuk e mbaj mend tamam fakt herën time të parë te dentisti. Ose më saktë mbaj mend, po unë për fat të madh thytë njerëz që nuk kanë pasur një frikë nga dentistët. Edhe kjo, do njerëzit ndahen kanë përshtypjen në dy kategori, o ata që nuk kanë frikë, o ata që kanë shumë frikë, ata të ndërmjetmit besoj që janë me kokra, nuk është se paktën nga eksperienca ime. Dhe si e tillë, e mbaj mend që ka ardhur shumë natyrshëm. Duhet të kenë qenë kanë përshtypjen këto vizitat që bëheshin në shkolla në atë kohë, në ato vite. Dhe mbase aty kanë nisur. Vazhdon sot më duket që bëjmë vizita në shkolla. Po, dhe doja në fakt të e përmenda këtë detaj, sepse doja të ditë atë një temë që është shumë e përmendur gjatë këtyre kohëve të fundit, frika nga
po themi Dentisti. Çfarë është ky fenomen? Ekziston vërtet? Po, ekziston. Ka dhe term odontofobi, që është fobia nga dentisti. Është masive, do me thënë masive. Ne e shohim për ditë, më saktë, është e shpesht. Okay. Ne për ditë mund të kemi ndonjë pacient që thotë, referon, unë kam frikë nga dentisti, të lutem pak më vëmendje veçantë. Dhe mirë bën fakt, se duhet kjo vëmendje më e veçantë. Frika nga dentisti vjen një çik për arsyen edhe se mund të ketë qenë një traumë me fëmijërisë, ndonjë histori që kemi patur në fëmijërinë tonë, me ndonjë episod traumatik të dentisti. Nëse se kemi patur ne vetë, mund ta kenë patur prindrit dhe ata na e kanë trashëguar. Se, me thënë drejtën, kemi të trashëguar një memorie kolektive pak traumatike në lidhje me dentistin, se stomatologjia atëhershme ka qenë dhe traumatike dhe invazive. Nga ana tjetër, sidomos më fal që ndërpres, ajo zhurma e frezës një herë, ajo ka qenë. Kanë tash kanë vështirë në të modernizuar shumë, sa ajo nuk ndihet shumë. Është modernizuar shumë, mund përdorim dhe kufje, mund vëmë dhe kufje për ta shmangur. Gjë që ka qenë e paimagjinueshme kur e mendon. E paimagjinueshme vërtet. Po edhe prindit amana e kanë përdor figurën e mjekut si figurë ndëshkuese dhe jo alat shëndetit. Po me sa kuptoj, ka forma për ta luftuar, po për ta përmirësuar këtë, po themi... Patjetër ka forma të ndryshme që mund të zgjedhim. E para dhe më rëndësishmja që unë i vë theksin, është komunikimi. Një komunikim transparent, një komunikim me pak vullnet, duke i shpjeguar pacientit gjitha procedurat. Se është e vërtet ajo që thej që pacienti me atë zhurmën, me atë dritën që ka mbi kokë, me dy persona mbi kokë. Aroma ndonjëherë e ambientit që ndikon, mendoj që mund ndikoj. Po, ndikon dhe vetë pozicioni që ti je në 180 gradë. Nuk e di, unë dëgjoj njerëz njëherë të thonë, nuhasin diçka thonë, kjo më vjen hera dentist. Edhe nuk e kuptoj, nga që nuk e kam pasur asnjëherë vetë dhe nuk e kuptoj këtë ndjesim. Dhe kjo është një nga arsyet pse për shembull në klinika dentare aromatizuesit janë një faktor shumë i rëndësishëm për të eliminuar erën e dentistit. Pra luftohet, mund të përmirësohet që në fëmijëri apo edhe gjatë periudhave të mëdha. Në fëmijëri, po kemi edhe pacientë adult që kanë frikë nga dentisti. Edhe me këto punohet, me komunikim e para. Ata janë transparent, duhet të jenë në fakt, që të përfitojmë të dyja palët nga i bashkëpunim. Atëherë më lejo ta bëjmë kështu, ta vendosim kështu situatën. Cila do ishte këshilla juaj për prindrit e rinj apo ata që duhet të kultivojnë me kujdes të po themi formë të re të mos pasurit frikë për fëmijët e tyre në mënyrë që ata ta luftojnë këtë fenomen. Kjo është, mendoj, e thjeshtë, sepse sot ka libra, ka dhe lojra me kavitetin oral, me gojën. Ka një kuti lodrash që ka dhëmb, furç, pas dhe instrumentat e dentistit. Duke ja paraqitur këtë fëmijës që në moshët e hershme, e ambienton pak me situatën, dhe ai nuk paraqitet tek dentisti i friksuar, me impaktin e parë se çfarë po ndodh. Ai e di që dentisti mund të bëjë dhe procedurën më të thjeshtë, pastrimin, siç mund ta ketë bërë ai në shtëpi me furçën tek një gojë kukulle që ka patur. Ti do ta kesh dashur shumë dentistin që në fëmijëri se që kur zgjodhet e një dentist për njeriu tënd të jetës, ka përshtypjen. Apo kjo nuk lidhet me mospasjen tënde të frikës që në fëmijëri. Unë kam dashur shumë stomatologjinë që në fëmijëri. Edhe i matë është dentist. Kështu që jam pak e familjarizuar që në moshë të re me këtë ambient dhe profesion. Do të thënë lidhja juaj me dentistrinë, ortodoncinë kanë lindur që në familje fillimisht? Jo, mendoj që ka qenë thjesht një situatë normale për mua, do me thënë nuk ka qenë e re, apo friksuese, apo diçka e pazakont. Mbaroja shkollën dhe mund kaloja 1 orë ose 2 orë te klinika babës, që isha familjare. Jo se ishte diçka që më duke e çuditshme. Ka ndikuar prindrit, pra duhet të pyes, apo ka qenë zgjedhje tërësisht? Ka qenë zgjedhje tërësisht e imja, por patjetër familjarizimi me profesionin ka qenë aty, kështu që ndoshta në atë në vetdijen time ka ardhur kjo rrjedhë. Cili ishte specializimi juaj më pas? Specializimi im ka qenë ortodoncia. Ortodoncia është një fushë e stomatologjisë që bën trajtimin e dhëmbëve dhe rregullimin e nofullave. Në këndvështrimin tim, jo objektiv, është fusha më e bukur e stomatologjisë.
e bukur sepse jep njerëzve një lloj kënaqësie, kam shtuar lidh me këtë dhe i bën të ndihen mirë mbasi ata rregullojnë sepse ata mund problematikën të që marrin kanë. maksimumin e estetikës nga buzëqeshja e tyre, nga dhëmbët e tyre natyrale. Sa pranishme është ky lloj shqetësimi në Shqipëri, po themi, po e vendosim pak situatën në territorin shqiptar. Është apo në Shqipëria nuk ka një ndarje të veçantë me vendet e tjera? Sot jo më. Okej. Sot jo më. Dentistët janë kudo, njerëzit janë të informuar, kështu që le të themi edhe në mosha të hershme fillojnë për një konsultë ortodontike, të informohen edhe të kërkojnë informacion. Mund ta bëjmë pak më të thjeshtë shpjegimin e formave si drejtohen dhëmbët? Cilat forma përdoren për drejtimin e dhëmbëve? Sot masivisht përdoren aparatet metalike dhe alinerat, maskerina transparente. Këto të dyja kryesisht. Këto dy forma janë. Të cila është më, po themi, e përqafuar nga pacientët kë kanë më të lehtë? Unë do t'i ndaja kështu se të lehta janë të dyja sot. Edhe të dyja janë shumë efektive. Por, adultët preferojnë aligner. Invisalign, Spark, pak rëndësi ka emri, po aligner. Për arsye se jeta e tyre është e ngarkuar dhe duan shumë komoditet. Duan që atë trajtimin ortodontik ta bëjnë pa e ndier shumë dhe këtë ta mundson linerin, ndërsa me aparat fiks në përgjithësi janë fëmijët. Dhe ata në fakt çuditërisht i tolerojnë shumë mirë, kanë pragun e ndjeshmërisë shumë të lartë dhe nuk kanë siklete nga aparatet. A ndodh që të rikthehet po themi rezultati? Po, ndodh që të kthehet rezultati. Për cilat arsye, domethënë tani dhëmbi është ajo që shohim ne, po. Tani më fal për pyetjet e thjeshta apo jo shumë të po themi profesionale, por në fakt janë pyetje që i bëjnë shumë njerëz dhe qëllimi i kësaj bisede do doja që vërtet ishte sa më shumë informues. Jo, është shumë mirë bën që bën këtë pyetje, se ka raste që na vijnë pacient për trajtime të dyta ortodontike ose të treta, sepse kanë neglizhuar diçka shumë e rëndësishme siç është retensioni ose ruajtja e rezultatit. Një trajtim ortodontik mund të mbarojë pas një viti e gjysmë. Por vazhdon faza tjetër, që është gjithashtu shumë e rëndësishme dhe unë i mëshoj shumë nga njerëzit them edhe më e rëndësishme. Që është retensioni. Ti të ruash rezultatin. Neve vendosim disa tela të vegjël poshtë dhëmbit nga ana e brendshme ose maskerina natën, në mënyrë që të ruajmë rezultatin. Po mirë, për sa kohë ruhet rezultati? Ideja është dhe është një shprehje që ne e përdorim. Nëse do t'i kesh dhëmbët ashtu siç i ke, duhet të mbash retencion gjithë jetën. Dhe kjo është një gjë që mësohet me kulturor. Po, neve informojmë pacientin për këtë gjë. Ka dhe raste që mund ta shkurtojmë kohën, por minimalisht sa zgjat koha e trajtimit duhet dhe retensioni dhe pastaj ka një protokoll heqjeje. Që është pak a shumë individual sipas secilit pacient, por mirë është mbahet retensioni gjithë jetën. Duhet të kaloj tek një pjesë që shpeshherë është shumë e çuditshme, domethënë se si akoma vitet kalojnë, por prap mbetet e përhershme gjithmonë larja e dhëmbëve. Të rritur, të vegjël, të moshave të ndryshme, shpeshherë gjejnë veten në një proces që duket sikur e neglizhojnë, e lënë pas dore, mbase ato larjet e mëngjesit, mbrëmjes, fuça e zgjedhur. Do të minutat në vijnë të futemi pak te ky territor, i cili mendoj që ka ende disa përgjigje që mund t'ia japim njerëzve. E para punës një herë. Tani dhëmbët sa herë në ditë duhen larë? 2 herë minimalisht. Mëngjes dhe në mbrëmje. Idealisht atë të darkës mos ta neglizhojmë asnjëherë. A duhen larë dhëmbët pas ushqimit? Jo, dhëmbët duhen larë 30 minuta pas ushqimit. 30 minuta. 30 minuta, sepse në momentin që neve konsumojmë ushqim, ndryshon ai pH i gojës. Në varësi të ushqimit që na ham. Okej, po 30 minuta ti harron fare, pastaj ikën vazhdoni. Shpresojmë që jo, po jo. Dhe atë pH aty që është bërë në gojë nga procesi i ushqimit, nga një pije alkolike që ti ke pirë, duhet të lëmë vetë gojën të rikthehet në gjendjen e vet. Vetë pështymën. Që të jemi më eksakt është pështyma, ajo që e kthen neutralizimin e acidit. Pastaj bëhet larja e dhëmbëve. Sa e rëndësishme është fuça e përzgjedhur? Furça ka një rëndësie, po jo rëndësia më e madhe. Mjafton të kemi një furçë, ta ndrojmë atë në kohën e dur ose kur e shohim që është konsumuar dhe të lajmë dhëmbët. Furçë elektrike, më thënë me bateri, apo furçë manuale? Të dyja, kush e gjen veten te ndonjëra nga ato të zgjedhë, po për fëmijët unë do zgjidhja furçë elektrike me kokë rrethore, se fëmijët nganjëherë nxitojnë edhe nuk e din atë procesin e lëvizjes rrethore të larjes së dhëmbëve.
Ndërsa adultët mund të zgjedhin një furçë elektrike ose mekanike, nuk ka problem. Unë për shembull vetë personalisht përdor furçë mekanike sepse jam pak e ndjeshme ndaj fortësia e lëvizjeve rotatore të furçës elektrike. Pasta e dhëmbëve sa e rëndësishme është? Është e rëndësishme, pasta e dhëmbëve, duhet kontrollojmë pak me vëmendje përbërësit e tyre. Në përgjithësi pastat kanë disa element si fluor ose hidroksiapatite. Për pastat është e rëndësishme dhe nganjëherë jo të gjithë e dinë që neve nuk duhet ta shplajmë gojën me ujë pasi lajmë dhëmbët. Pikërisht për këto dy elemente. Duhet thjesht solucion. Dhe mos e shplam. Jo, as shplas goja. Duhet thjesht përshtyr pasta dhe ta lëm ashtu. Sepse këto element si fluori ose hidroksiapatite duhet të qëndrojnë në sipërfaqen e smaltit edhe pak më gjatë që t'japin efektet e tyre. Por këtu dua të theksoj që ka disa pasta që kanë agent zbardhues dhe këto pasta duhen patjetër të shplahet goja. Se do ta prekim këtë temën e zbardimit dhëmbëve vetëm pak më pas, edhe mbasi aty mund ta rikujtojmë edhe një herë atë që është e dëmshme apo jo. Teprimi I kujdesit në herë të shtuar, shoh njerëz që përdorin masivisht fije, shumë kujdes, në herë mos është e egzageruar e kujdesit tepërt apo çdo gjë është kujdesi tepër ndaj shëndetit nuk mendoj se është jo, dhe fija me që përmende është shumë e rëndësishme. Sepse nëse ne nuk përdorim fillin dentar, lëm 40% të sipërfaqes dëmbore pa pastruar. Furça nuk t'i pastron dot gjitha. Ato mbeturina ushqimore që ndodhen midis dhëmbëve mund t'i pastrojë vetëm filli dentar. Shumë I domosdoshëm. Dhe theksoj këtë gjë, të paktën një herë në ditë duhet përdorim fillin dentar midis çdo dhëmbje për ta pastruar më shumë. Dhe në rast se kur nuk e përdorim dot, si për shembull në rastet e aparateve ortodontike, unë rekomandoj water flossing, që është e njëjta gjë, por realizohet me presionin e ujit duke ushtruar aty. E përdor edhe unë 2 herë, po më mbush gjithë toaletin. Ka teknikë. Ka teknikë water flossing, por realizohet. Por është shumë e këshilluar, po. Një herë në ditë të paktën. Mendimin tonë duhet të kuptojmë pak një fjalorth të vogël të këtyre fjalëve që dëgjojmë shpesh, por dallë njerëzit ndonjëherë nuk e kuptojnë dhe I ngatrojnë. Dhe çfarë janë fasetat? Fasetat janë punime estetike që vendosen mbi sipërfaqen e dhëmbit, pa e mbuluar të gjithë kurorën. Ti ke një pjesë të brendshme të dhëmbit tënd natyrale që ti e ndjen me gjuhë. Pra është vetëm pjesa sipër e veshëm. Pjesa jashtme. Sa e fortë është kjo? Sa I reziston kohës apo varet nga punimi apo? Jo, I reziston kohës. Fasetat e maks që mbahen dhe realizohen në laborator I rezistojnë shumë kohës. Nuk I rezistojnë traumave, për shembull shtrëngimit të dhëmbëve natën. Sa estetikisht të dukshme janë? Ndonjëherë, domethënë, deri ku mund të jenë aty brenda naturalitetit dhe deri ku egzagerohen, apo kjo varet pastaj nga Kjo varet. Kjo varet nga një punim laboratori I mirë, ka punime që me vërtet ne I bëjmë dhe nuk duket që I kemi bërë. Ka pastaj disa elementë që ndikojnë që janë pa kërkesat estetike të pacientit. Ka ca kërkesa estetike në pacienti që mund t'i kërkojë një bardhësi ekstreme. Dhe në atë moment këtu neve mund ta dallojmë që punimi është I bërë. Gjithashtu mund ta dallojmë edhe tek mishrat e dhëmbëve. Nëse mishrat e dhëmbëve I kemi të fryrë edhe të skuqur, mund të dallojmë një punim që ndoshta nuk është realizuar mirë ose një neglizhencë në higienë. Po kurorat pastaj? Kurorat e përfshin të gjithë sipërfaqen e dhëmbit. Nuk ke sipërfaqe dhëmbi natyrale. Domethënë çdo gjë që ti do ndjesh në sipërfaqen e brendshme me gjuhë është e punuar në laborator. E kuptoj. Veshja e dhëmbit 360 gradë. 360 gradë. Megjithatë, meqense hym këtu, kam përshtypjen që para se të kalosh në këto lloj trajtimesh që janë të pjesës estetike, në fillim duhet që të kesh një shëndet të plotë të gjithë dhëmbëve apo jo? Patjetër. Se jam I sigurt që mbase ka dhe njerëz që të kalojnë më parë te kjo pjesë pa u kujdesur për pjesën e shëndetit të dhëmbëve. Patjetër. Ne I moshojmë shumë shëndetit gingivave, mishrave të dhëmbëve. Atë që është shëndeti klinik si thua po. Shëndeti klinik. Po, në fakt, shëndeti gingivave është dhe bukuri. Kur qesh pacienti dhe dallohen dhëmbët e bardhë, idealisht me ngjyrë natyrale, dhe gingiva me ngjyrën roz të shëndetshme, aty ke dhe bukuri dhe shëndet bashkë. Dhe mendoj që është arritja më e mirë. Cila është patologjia më e hasur në klinik?
Në kuptimin që kur them patologjia, me çfarë, cilat janë shqetësimet më të shpeshta që njerëzit kanë me dhëmbët? Shqetësimet variojnë, mendoj që ndahen me grup mosha. Një moshë e caktuar që mund të ketë punime të vjetra vjen dhe kërkon ribërjen e tyre nga e para. Një grup moshë tjetër, ndoshta gjenerata jonë kërkon që të bëj dhëmb më të bukur, më të mdhenj, më estetik. Pastaj janë grup mosha të reja që janë totalisht orientuar drejt aparateve ortodontike. Konkretisht gjenerata Z kërkon aparate, naturalitet dhe aparate. Duket mua po është një lloj trendi. Domethënë është si një lloj kështu, nëse përpara e kishin donin ta fshihnin pak këtë vendosjen e aparate, sot duan sikur duan ta ekspozojnë. Ngjyra dhe i duan sa më të dukshme, metalike mundësisht, me ngjyra neon plastike, duan ta ekspozojnë, po. Kështu që është një lloj, po themi, edhe shije estetike që jep njerëzve. Cila është e vërteta për zbardhjen e dhëmbëve, të përdëmtimin e smaltit dhe rreziqet që ajo mbart? Zbardhimi është procedurë që bëhet në përgjithësi efekt estetik ka qëllimi. Dhe si e tillë është marketuar dhe shumë, dhe si e tillë mund të ketë pa dhe abuzime. Po abuzimet nuk kanë qenë nga mjekët në këtë rast. Abuzimet kanë qenë konkretisht nga industria e prodhimit të produkteve me qëllim estetik dhe shëndetësor, siç është për shembull zbardhues në pasta, zbardhues në shplarës goje, zbardhues në stripsa që përdoren për përdorimi shtëpiak. Ktu ka pas mundësi për abuzim. Pra komerci shpeshherë që na ka ardhur nga forma të ndryshme përmban edhe produkte që nuk janë të shëndetshme. Nuk janë shëndetshme sepse kanë pas një përqindje shumë të lartë të agentit zbardhus. Dhe kjo përqindje e lartë, nëse bëhet pa ndjekur protokollet dhe pa respektuar kohët dhe pa respektuar dietën e bardhë. Ç'është shkakton? Dëmtim të smaltit, ndjeshmëri të dhe është e parikuperueshme? Nëse bëhet në kushte klinike, çdo gjë është nën kontroll. Nëse bëhet në kushte shtëpie dhe pa zbatuar protokollet dhe kohët dhe çdo gjë tjetër kujdesin pas, po mund të jetë e parikuperueshme. Ju dentistët jeni shumë të shëndetshëm, po kujdeseni shumë ne do ta bëjmë një gëzuar. Po, patjetër. Dhe faleminderit për kohën dhe për bisedën që po zhvillojmë së bashku. Faleminderit. Kënaqësi. Dhe me këtë rast do të bëjmë falënderim për sponsorin ton, për kompaninë Eurolab, për pijen Disaronno që na mbështet, për ujin Selita dhe për kompaninë Brunes që na ka mundësuar një pjesë të realizimit të studios, kështu që faleminderit. Mirë, rikthehemi bisedës tani me një temë që e di që edhe kjo do shpërthej pak kurreshtje, mouth taping. Çfarë është? Domethënë, keni parasysh ato videot që dhën këto ngjitset në gojë. Është mouth taping, ngjitja e gojës. Ngjitja e gojës. Ngjitja e gojës. Është kthyer një fenomen viral, e shohim kudo, po në fakt çfarë mbart pas ti? Tani mouth taping, siç e the, mbart mund të jetë virale, po ndryshe nga gjërat në përgjithësi që bëhen virale, ka një të vërtetë nga pas. Dhe është e vërteta që frymarrja me hund është më e mirë se frymarrja me gojë. Se hunda bën atë filtrimi, ngrohjen e arit, e çon arin më të mirë në mushkëri, ndryshe nga goja, po nga ana tjetër hundra ka dhe një veçori tjetër që çliron oksid nitrik. Nëpërmjet këtij oksidi, thithja e oksigjenit në enët e gjakut është rreth 18% më e lartë. Do të thënë, ti zgjohesh nëse bën këtë procedurë. Më i çlodhur, më me energji, ke pushuar gjithë natës, ke më fokus, je më i përqendruar. Prandaj është bërë trend, sepse në fakt disa rezultate edhe i ka patur, por nuk mund ta bëjnë gjithë. Le të theksojmë këtë. Nëse ti nuk merr dot frymë me hund, se ke një septum të devijuar, krevimat e hundës të vogla. Nuk merr dot frymë. Duhet një mjek specialist që ta vërtetojë që ti mund të marrësh dot frymë me hund pa të bësh mouth taping. Dhe nëse merr këtë rrugën e hapur, dritën e jeshile nga mjeku specialist, ti mund ta bësh si procedurë, por në vetvete duhet nisi gradualisht, duhet ta bësh zgjuar në fillim. Shumë interesante. 5 minuta, 10 dhe pastaj natën. Nga kjo më bën të dalë te një pyetje tjetër që lidhet me informacionet që shpeshherë marrim në Google apo në rrjetet sociale edhe për dhëmbët. E hasni ju për shembull në profesionin tuaj që njerëzit shpeshherë thonë, kam parë, po se unë e lexova në internet apo e pashtu? Për ditë. Vërtet. Për ditë.
Na është futur edhe çati sot edhe Po, vinë edhe kështu që kanë janë lexuar bërë te gjithë çati. Po, dentistët. përveç Google-it. Marrin shumë Marrin informacion. informacion. Po, domethënë Po duhet ta shohësh nga ana e mirë se po domethënë ka interesohen. pluset dhe minuset e veta. Po, Po, më po mirë që- ta shohim nga ana pozitive që po interesohen. A ndikon po themi shëndeti i mirë i dhëmbëve edhe në një jetë sociale të mirë, edhe në jetë po themi edhe psikologjikisht për të ndier më mirë, duket pak si e çuditshme, po a ka një korelacion mes kësaj? Po, unë personalisht mendoj që ndikon shumë. Tek adultë ndoshta efekti mund të jetë pak më i ngadalë, do të thënë pak më i shkurtër. Bëjnë dhëmbët, rregullojnë estetikën, ajo qefi ditëve të para, po efekti më të madh unë e shoh tek fëmijët ose kryesisht tek adoleshentët. Kam pasur pacientë të cilët më kanë thënë në takimin e parë unë dua të vendos tela se më kanë bullizuar në shkollë shoqëria. Dhe ky fakt ka qenë kaq i madh se ata kanë marrë parasysh edhe sikletet që sjell vendosja e aparatit dhe kjo do thotë që shëndeti oral, estetika shkon përtej pamjes. Ka diçka më shumë aty. Që shpeshherë njerëzit e vuajnë dhe lë trauma që reflektojnë në një formë apo në një tjetër, kështu që sot përderisa janë dhe mundësit, ato mund të korrigjohen edhe mund ta bëjnë jetën më të mirë të Patjetër, pse jo? Përderisa realizohen dhe kollaj mundësish le ta themi, mund të marrin përsipër këto. Çfarë është kërcitja e dhëmbëve? Një tjetër pyetje që duhet ta bëja. Një Kërcitja e njerëz që e kanë edhe mund t'ja shohësh, mund t'ja lexosh edhe në jetën e përditshme apo Po, ne e shohim. Po. Janë disa detaje që neve i vëmë re të dhëmbët dhe e kuptojmë që pacienti mund t'i kërcasë dhëmbët natën dhe pa na e thënë ai vet. Po kërcitja në vetvete më shumë se sa problemi është le ta themi ajo çfarë duket nga një situatë stresante, një ankth që ti po përjeton. Stomatolog me emër në Amerikë e thonë stresi flen në kyçe, në kyçet e gojës, që do thotë përpara se ti ta kuptosh vet, ta perceptosh të nesërmen ose të pasnesërmen, kyçet në darkë e kanë bërë luftën e tyre dhe kanë shtrënguar dhëmbët natën. Dhe nëse kjo situatë përsëritet për një kohë të gjatë, ka një efekt të dhëmbët që le të themi nganjëherë është dhe pa i rekuperueshëm sepse i shkurton edhe mund edhe ti frakturoj, ti ciflosi ose ti thyej në rastet e kurorave. Prandaj neve bëjmë maksimumin në sensin që informojmë pacientin për këtë situatë dhe mund të vendosim ato që quhen mbrojtësit e natës ose mouth guard, që mbrojnë dhe shmangin këtë frakturimin dhe thyerjen e dhëmbëve nga kërcitja ose shtrëngimi. domethënë edhe kjo është diçka që mund të menaxhohet. Por për të zgjidhur problemin është duhet gjetur kush është problemi kyç për pasdhivjen. Si nuk bëra unë dentist, mund isha bërë kur e mendon. Patjetër. Këto muajt e fundit që kalova në klinikë, U ambientove, u familiarizove kaq e shumë shijova sa kaq shumë sa për vërtetës aty jeni një super staff, në gjithë të da klinik nuk e di, e kam ndier shumë faleminderit. po themi mikpritjen dhe seriozitetin e punës ka qenë me vërtet një periudhë shumë e bukur, gjithë procesi im personal i trajtimit, po edhe në kohën që kaloja aty ndihesha shumë mirë. Po, me qënë se dola këtu, se nuk dola rastësisht, ju, ti po themi, mund të drejtojmë edhe me ti, se punon bashkë me Enon, që është edhe bashkëshorti juaj. Si është punosh me bashkëshortin? Mirë e ke parti, si e ke Unë e parti. kam parë me kulli. Është dinamike, ka sfidat e veta, nuk dua të them ato që Na trego thuhen tani si këto klishe që- që na trego këto që- çfarë ndodh në Unë kur klinik, pyeta- ngel në klinik. Unë të pyeta për ato që s'kam parë, se i kam parë. Është interesante. Jo, me vërtet, se një çift mjekësh në të njëjtën po themi profesion është gjithmonë është një çift simpatik që ndajnë edhe pasionin për njëri tjetrin, por edhe për punën. Është interesante, Drini, ka gjithë ato sikletet e veta, se mbartim gjëra nga shtëpia në klinik, nga klinika në shtëpi ka një farë ngarkese, por është më e lehtë gjuha mënyra se si kuptohemi, sepse në ato rrethana jemi dhe nuk kemi nevojë të shpjegojmë shumë për stresin që po kalojmë, se nganjëherë mund vetëm me një shikim e kuptojmë që
stresin e tjetrit dhe sikletin që ka tjetri. Po, ky është fenomen, kjo është e bukur e kësaj, po këtë doja të dia. Nuk është se për shembull në një shikim ti thua po je pak më herët sot. Jo, nuk funksionon kështu. Me një shikim thjesht kuptojmë që po kalojmë stres ose një situatë vështirë. Është një stil jete me cilin ne jam mësuar, pra ky zgjimi në mëngjes janë klinik, puna, pacientët, puna me enon, fëmijët, është një gjë që ka marrë ritmin e saj apo ka ato ditët e veta të vështira? Çdo që ka ditët e veta të vështira, nganjëherë ai ritmi dhe rutina na prishet, po në fundi kështu ndodh kudo mendoj. Gjithsesi është gjetur një balancë, është gjetur një rutinë. Mua personalisht rutina më pëlqen, mendoj që ka vetëm benefite nga rutina. Dhe mundohemi që ta mbajmë në ekuilibër pavarësisht që mund të ndodhin gjëra. Do kishte qenë gjithmonë zgjedhja jote stomatologjia kam përshtypjen. Në çdo Gjithmonë, rast, pavarësisht në çdo vështirësive që ka puna. Në çdo rast stomatologjia dhe specializimi për ortodonci, në çdo moment. Cila është fjala e fundit e, po themi, meqense jemi në këtë ku bota gjithmonë vrapon për të sjellë fjalën e fundit të zhvillimit të teknologjik që lidhet me të rejat për dhëmbët. Mund të ndash diçka me ne për këtë gjë? Çfarë të rejash ka ky sektor? Të rejat çdo vit dhe më shumë evolojnë dhe vinë. Ne në TDA i kemi të gjitha mundësitë, se edhe unë personalisht që jam e fokusuar te ortodoncia mund të përmend linerat, dhe pse nuk është e re më, po gjithsesi teknologjia që ne përdorim është shumë e avancuar, metoda që ne kemi shumë e avancuar dhe shumë efektive. Ajo çfarë është e ardhmja, që mendoj unë personalisht dhe do doja së shpejti ta përfshija, do ishte analizimi i mikrobiomës orale, pështyma dhe çdo mikroorganizëm që ekziston aty, sepse balancat që prishen ose që mund të mos jenë më në ekuilibër aty, sjellin dëme edhe përtej gojës në shëndet. Në shëndetin në shëndetin e tërësi. Dhe aty ti mund të zbulosh, mund të parandalosh, po themi? Mund të parandalosh, mund të mbash nën kontroll, ka lidhje, studimet e fundit tregojnë që shëndeti oral lidhet me sëmundje të tilla si edhe Alzheimeri dhe demencia, dihen lidhje që ka pas gjithmonë me sistemin kardiovaskular ose me hipertensionin, ka raste që gjithashtu dhe egzageron disa nivele të kancerit, konkretisht të kancerit të gjirit, jo se drejt për drejt të shkakton, por ama ndihmon që të agravohet kjo gjë. Nga ana tjetër, unë konkretisht në lidhje me ortodoncin, theksin e vendos konkretisht tek frymarrja. Neve frymarrjen orale si mjek e dallojmë menjëherë kur pacienti vjen në klinik. Sepse e theksoj se frymarrja duhet realizohet gjithmonë me hund. Dhe nëse realizohet që e kapet kjo gjë që tek fëmijët nga mosha 7 deri në 12 vjeç, mund ta trajtojmë dhe të parandalojmë problematika më të mëdha, që të mos i zgjidhin në moshë adulte. Mund të zbulosh disa shenja mbase për dikë që na ndjek, cilat janë disa? Që për një prind për shkak që mund të thotë, po këtë pas kam parë fëmijës tim dhe mund të vinë në klinik ta shohë. Këto pacientë që marrin frymë me gojë, vinë me kokën të pozicionuar përpara, shpatula dhe kurrizin pas, janë të tillë. Ka një fytyrë të gjatë të hollë dhe kanë gojën e thatë, buzët e thata. Nganjëherë kanë dhe rrathat e syve të dukshëm, sepse nuk e kanë bërë gjumin mirë natën. Në të njëjtën kohë, kur shohim në gojë kemi mungesë të pështymës ose pështyma në sasi të pakët. Nofulla e sipërme është e ngushtë dhe dhëmbët e shtrëmbër se nuk ka patur vend ku ata dalin. Dhe në momentin që mund t'i shohim këto element, mirë është ta bëjmë një konsult, vetëm për ta parë dhe mjeku që i dallon. Dhe ka element shumë të thjeshtë që mund të praktikohen dhe ndërhyrje me aparate praktike pa komode për ta kaluar këtë frymarrje orale. Po këto detaje që theti mund të dallojë edhe një prind mbase, domethënë këtë qëndrimi, këtë frymarrje, kështu që mbase pa kujdes mund të kush i ka pasur notat më të mira, ti apo Eno? Apo nuk do ta tregosh. Duhet se ka pas Ema. Jo, nuk e di. Se bëj shaka. Çfarë duhet të kemi më kujdes në momentin që ndjem një dhimbje, po themi dhëmballe apo dhëmbi, duhet menjëherë që të shkojmë tek menjëherë edhe kur gjakosin gingivat. Domethënë kjo koha është do ta qym shumë të largët të kohën kur ne duronim atë dhimbjen dhe themi prit se do të kalojë,
Edhe kështu nuk duhet më ta lëm. Jo, pam një problem, pam një... Dua një, më fal, dua një seri këshillash tani, po që jemi drejt fundit, për simptomat paraprake që ne hasim kur kemi shqetësime. Pra e para punës është kur ke dhimbje. Duhet vajtur për vizitë. Kur ke Kaq e gjakosje, thjeshtë është, shumë e thjeshtë. Po. Kur ke gjakosje të mishrave dhëmbëve që persiston në kohë. Nëse është një episod nuk ka problem, por nëse ty të gjakose mishrat e dhëmbëve vazhdimisht kur lan dhëmbë duhet bërë vizitë. Aty është në shenjë inflamacione. Më thënë, organizmi po reagon, po ta jep shenjën. E ke ti pasaj në dorë që të shkosh e të vizitohesh. Kur përdor anti-inflamator, po themi në shtëpi, është e këshillueshme, dëgjojmë nga këto format jo baj ku diun paracetamolin këtu shpreh me këtë baj raki me këto gjëra, janë gjëra që nuk këshillohen, po themi, Jo, sepse vitet që jetojmë. Po, mund t'jape një zgjidhje momentale, po jo definitive. Njërë në sa, cila është periodiciteti që duhet bësh një vizitë në klinik? Një herë në 6 muaj, 2 herë në vit. Po. Nëse nuk ka asnjë problem. Minimalisht, por pa përfshirë këtu dhe pastrimin e detyrueshëm, po themi, të gurzave apo Po, të... në përgjithësi kështu funksionon, që në momentin që ti bën kontrollin një herë në 6 muaj, bëhet edhe një pastrim gurzash. Okej, dhe për të qenë Brenda së kornizës së higjienës dentare, dentare. Kam përshtypjen që ka, domethënë është një shkollë e tërë e kujdesit të shëndetit oral që unë me sa kuptoj ka një ndërgjegjësim në këto vitet e fundit. Uroj që edhe kjo bisedë ketë pasur një lloj ndikimi në këtë pjesë, edhe që kemi zbuluar disa detaje për pyetjet që njerëzit kishin. Ishte shumë kënaqësi që kënaqësia gjitha imja. Faleminderit. Dhe që uroj të kemi dhënë disa përgjigje mbi të gjitha për çështje utilitare, çështjet nevojshme njerëzve dhe që ata të kenë marrë disa përgjigje. Shpresoj edhe unë ta kemi dhënë. Po në çdo rast mund të na gjejnë, jemi kudo. Në të da klinika pra ka mundësinë që të vinë. Janë pritur. Dhe të marrin gjithë të përgjigjet që duam. Lori, shumë faleminderit. Faleminderit që gjeni. Ishte kënaqësi. Dreamy in the city when Tirana doesn't sleep. Late night and blind. Late night.